Pas një mungese të gjatë, këngëtari i njohur Blero pritet të rikthehet në skenën muzikore të Hamburgut, duke performuar për publikun shqiptar në diasporë pas plot një dekade. Artisti do të ngjitet mbrëmjen e nesërme në skenën e klubit Golden Cud, në një koncert që pritet të sjellë nostalgji dhe energji për fansat e tij. Ky rikthim konsiderohet i veçantë për vetë faktin se Blero ka qenë për vite me radhë një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, ndërsa mungesa e tij në këtë qytet ka lënë një boshllëk për ndjekësit. Koncerti pritet të përfshijë hitet më të njohura të karrierës së tij, duke rikthyer kujtimet e një periudhe të artë muzikore për publikun. Në këtë mbrëmje nuk do të mungojë as bashkëpunimi në skenë. Krahas Bleros, do të performojë edhe këngëtarja Majlinda Topanica, duke e bërë eventin edhe më të pasur artistikisht. Dyshja sapo kanë publikuar projektin e tyre të ri, baladën Kime Pa, e cila është pritur pozitivisht nga publiku. Ky koncert pritet të jetë edhe hera e parë që kënga do të interpretohet live përpara publikut, duke i dhënë një dimension më emocional mbrëmjes. Organizimi synon të sjellë jo vetëm muzikë, por edhe një atmosferë të ngrohtë, duke bashkuar komunitetin shqiptar në një nga qendrat më të mëdha të diasporës në Gjermani. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.